Përshëndetje, sot do t'i flas për shtërimin të fëmijët. Shterimi tek fëmijët shfaqet ndryshe se sa tek rriturit. Kur flasim për shtërimin, ne zakonisht flasim për të rriturit që punojnë. Megjithatë, humbja e ekuilibrit në aktivitetet e përditshme, mbi ngarkesën e studime, mungesa e kohës së lirë, prekin edhe fëmijët e moshës shkollore, të cilët sinjalizojnë shterimin në një mënyrë ndryshe në krahasim me të rriturit. Fëmijët nuk kanë kohën për shterim, por humbasin aftësinë të kontrollojnë emocionet. Një fëmijë moshës së shkollës fillore, edhe në momentin kur lodhja arrin nivelin më të lartë, nuk ka gjasa të vizë dhe të thotë dihem i shtëruar, ose kam ngarkesë tepër e madhe në jetën time, siç bën të rriturit ose adoleshentët të cilët kanë zhvilluar aftësinë për të analizuar ndjenjat e tyre dhe për të shpjeguar ato me shenjë të vëzhguara. Fëmia sinjalizon mbi ngarkesën dhe shterimin në një mënyrë tjetër, pra me sjelljen e tij, duke krijuar situata të ndryshme problematike, me shpërthime zemërimi, kundërshtime, apatie ose mosdashje për të bërë asgjë. Ne të rriturit ndonjëherë na pëlqen të mendojmë se fëmijët janë të paloshëm, por nuk është kështu. Fëmijët e moshës shkollore shpesh nuk respektojnë sasinë e orëve të nevojshme për gjumë. Por nëse fëmija nuk ka fjetur më mjaftueshëm, ai do të shfaqë shenjë lodhjeje, vështirësi për të përqendruar në studime dhe me kalimin e kohës do të përkeqësohet notat. Ndoshta jeta e fëmijës është e mbigarkuar dhe ja, këto janë shenjat e mbigarkesës. Emocionaliteti i rritur për lotje, pra fëmia bëhet çaramal, shpesh herë çant për gjërat e vogla. Vështirësi për të kontrolluar emocione. Gjithashtu ka ndjenjen e lodhjes. Vështirë të zgjohet në mëngjes për të shkuar në shkollë. Ka shpërthime zemërimi. Performanca akademike përkeqësohet. Apati, mungesë energjie. Ndonjëherë edhe dhimbje somatike, pra mund të ketë dhimbje koke, dhimbje shpine. Një aktivitet që ju pëlqen të më përpar, papritur nuk pëlqen më. Pra, këto janë shenjat e shterimit tek fëmijët dhe për të ndihmuar fëmijëve që të mbajnë një ekuilibër të aktivitetet në bazë ditore, në mënyrë që të mos e shteprojnë në mesasinë e klubeve, kurseve, stërvitjeve, dhe për të parandaluar lodhjen nga ndërhyrja në procesin e të mësuarit, ju duhet të ndiqni këto 5 parime. Parimi i parë, mos i vizni kur orët e gjumit. Kushti i parë, në mënyrë që fëmijët të shmang mbi ngarkimin, ai ka nevojë për gjumë cilësore. As punët e shtëpisë, as aktivitetet kohës së lirë, apo pajisjet elektronike, nuk duhet të vjezin orët e caktuara për të fjetur. Gjatë gjumit trupi rigjenerohet dhe fëmia rritet. Përveç kësaj, një numër i caktuar i orëve të gjumit duhet të sigurohet në çdo moshë. Ja, 3 deri 5 vjeç duhet të flejnë 10 deri 13 orë. Pra, kjo është duke përfshirë edhe gjumin e pasdite. 6 deri 12 vjeç duhet flejnë 9 deri 12 orë dhe 13 deri 18 vjeçarët 8 deri 10 orë gjumë. Parimi 2. Përdorni formulën 8-8-8 për të planifikuar një ekuilibër në aktivitetet e përditshme. Nëse një nutricionist, duke shpjeguar se cilat janë parimet e një diete e ekuilibruar, flet për një pjatë në të cilën 25% duhet jenë drisra, 25% proteina, 50% frutët e perime, atëherë një terapist profesionist duke shpjeguar se si të arrihet saktë një ekuilibër i aktiviteteve ditore, ai thotë këtë. 24 orë të ditës duhet jenë ndarë në këtë mënyrë. 8 orë duhet i kushtojmë gjumit, 8 orë produktivitetit dhe 8 orë aktiviteteve të kohës së lirë dhe të përkujdesjes për veten. Për fëmijët, produktivitetin e nënkupton të gjitha aktivitetet që ai bën në shkollë, studimet pra, duke përfshirë detyrët e shtëpisë, kurset e muzikës, arti,
Të gjithë aktivitetet që kërkojnë përqendrim dhe kërkojnë mësimin e aftësive të reja. Nga ana tjetër, koha e lirë janë aktivitetet me të cilat fëmia mbush kohën e tij jashtë studimeve, ndërsa kujdesi për veten është larja, veshja, ngrënia, stilimi i flokëve e tjera. Gjithashtu, aktivitetet e kohës së lirë mund të jenë të strukturuara. Pra, grupet e organizuara nga trajnerët, të rritur, mësues dhe në të cilat zhvillohet aftësi të ndryshme. Aktivitetet mund të jenë edhe pa strukturuara, pra duke luajtur me miq në obor, duke luajtur në celular, duke lexuar e të tjera. Nëse fëmia nuk ka mjaftueshëm aktivitetet e strukturuara të kohës së lirë, të organizuara, pra, atëherë mund të shfaqen aktivitetet e pastrukturuara, madje edhe shkatëruese, si për shembull endja në përru, huliganizëm e tjerë. Fatkeqësisht shumë fëmijë dhe adoleshentë gjatë ditës janë të zënë në shkollë, të paktën 8 orë. Pastaj ka grupe që kërkojnë edhe përqendrim dhe trajnim të aftësive kognitive. Dita është plotësisht e zënë me aktivitete të lira produktive dhe të strukturuara, por ka mungesë të madhe të kohës së lirë për të qenë me veten, apo për të bërë gjëra argëtuese, relaksuese. Hulumtimet kanë vërtetuar gjithashtu se fëmijët kanë mesatërisht 1 deri 2 orë kohë të lirë në ditë, e cila nuk është e mjaftueshme dhe kështu ndodh një çekuilibër i aktiviteteve, i cili në afat të gjatë mund të kontribuojë në shtërim, lodhje dhe përkeqësim të shëndetit. Parimi i tretë, përkushtojuni aktiviteteve fizike të paktën 1 orë në ditë. Aktivitetet e pastrukturuara të kohës së lirë duhet gjithashtu të jenë të shumëllojshme, si fizikisht aktive, për shembull ecje, ciklizëm, lojë me topë e tjera, dhe pasive, duke parë një film, duke lexuar një libër, duke biseduar. Po ashtu rekomandohet që prindrit të gjejnë kohë për të kaluar me fëmijën e tyre. Është më mirë nëse është vetëm gjysmë orë në ditë, por kohë cilësore e shpenzuar kur fëmijës i kushtohet vëmendje plot. Me veprimet ose mos veprimet tona, ne gjithashtu japim një shembull për fëmijët se si e planifikojmë kohën tonë dhe sa të balancuara janë aktivitetet tona të përditshme. Nëse mjedisi nuk është mbështetës, nëse prindrit janë të lodhur në mbrëmë dhe nuk i përgjigjen thirrjes së fëmijës për të dalë jashtë për të luajtur, do të jetë vështirë të arrihet një ekuilibër aktivitetesh. Në Shqipëri, për shembull, sipas të dhënave të ISHP-s, 22% e fëmijëve në moshën 8 deri 9 vjeç janë bipesh, prej të cilëve 10% janë obez. Duhet t'i japim fund stilit sedentar të jetesës, që është një epidemi moderne. Madje në mjekësi, kjo është njohur me term sitting disease, pra sëmundje e uljes, sepse është vërtetuar se nëse kaloni më shumë se 8 orë në ditë ulur, sistemi muskuloskeletor vuan, shfaqen çrregullimet e shtatit, qarkullimi i gjakut, edhe frymëmarrje vështirësore, si edhe mund të rritet niveli i kolesterolit. Këshillohet që të merrni kohë për aktivitete fizike nga ajo sasi e kohës që fëmijët shpenzojnë në pajisjet elektronike. Sapo magjepshja me pajisjet elektronike fillon të ndërhyjë në jetën e përditshme, fëmia fillon të vonohet për shkollë, bëhet shkatërues, anashkallon vaktet, nuk lan më dhëmbët, nuk kujdeset për veten. Kto janë gjithë shenjat të varësisë. Prandaj rekomandohet të kalojnë jo më shumë se 1 deri 2 orë në ditë në ekrane. Pra, këtu përfshihet televizori, celulari dhe kompjuteri. Parimi numër 4. Mos e teproni me kurset dhe aktivitetet. Nëse fëmia zgjedh të marrë pjesë vetëm në ato kurse që lidhen me qëndrimin ulur, pra shkolla e artit, shkolla e muzikës e tjera, duhet patjetër të mendoni se si të përfshini të paktën 1 orë në ditë kushtuar aktiviteteve fizike me intensitet mesatar dhe të lartë, në mënyrë që fëmijët të vrapojë, të tjerësitet, të aktivizohet, të harxojë energji. Me pas, nëse fëmia nuk dihet i lodhur pasi aktivitete fizike për 1 orë në ditë dhe ka mbetur akoma energji,
Tek rutina e përditshme mund të shtoni një mesim edukativ të bazuar sipas interesit, sipas zgjedhjes së fëmijës. Nuk ka udhëzime që përcaktojnë se sa kurse është e dëshirueshme të vizitohen dhe sa konsiderohen të shëndetshëm. Gjëja kryesore është të siguroheni që 1 orë në ditë t'i kushtohet gjithmonë aktiviteteve fizike, që të ketë kohë të mjaftueshme për gjumë, që të ketë të paktën 1 ditë në javë që përfshin edhe aktivitete pasive të kohës së lirë për relaksim dhe që fëmija dëshiron të frekuentojë vetë kurset dhe klubet, që të mos imponohen, sepse shpeshherë në këtë mënyrë prindrit thjesht realizojnë ëndrrat e tyre të parealizuara të fëmijërisë dhe jo ato të fëmijës vetë. Parimi numër 5. Planifikoni edhe kohën për mërzitjen. Është gjithashtu e rëndësishme që të mos planifikoni çdo minutë e ditës për fëmijën. Duhet lënë me njanë edhe koha për të lejuar që fëmija të mërzitet, duke mos bërë gjë. Pasi kjo është mënyra e vetme për të nxitur zhvillimin e fantazisë. Fatkeqësisht, mërzia nuk shkon paralelisht me përdorimin e pajisjeve elektronike. Kur harxhohet më pak kohë me pajisjet elektronike, atëherë rregullohet edhe ritmi i ditës. Ndoshta në një moment fëmija do të befasojë edhe prindrit me një punë krijuese që ka krijuar për kënaqësinë e tij. Është një shenjë mrekullueshme që gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Arritja e ekuilibrit në aktivitetet e përditshme do të ketë shumë përfitime. Pikë e parë, fëmija do të jetë në gjendje të zgjohet vetë në mëngjes për të shkuar në shkollë. Fëmija do të dihet më mirë. Oreksi do të përmirësohet. Performanca akademike do të përmirësohet. Gjithashtu përmirësohen treguesit e shëndetit fizik. Mirëqenia psikoemocionale gjithashtu do të përmirësohet dhe do të përmirësohet edhe marrëdhënia me familjarët, me prindrit, pra me vëllezërit, me motrat. Ju uroj gjithve të ndiqni këto këshilla edhe ta keni një jetë më të mirë, më të bukur pa shtërim në familjet tuaja.